Qeveria shqiptare është duke përfunduar një marrëveshje për financimin e ndërtimit të rrugës së Arbrit. Kryeministri Edi Rama i tha seksionit shqip të Radios së Jashtme të Kinës se ka biseduar për këtë çështje me homologun kinez Li Keqiang. Rama theksoi gjithashtu se qeveria kineze ka paraqitur interes për projektin e hekurudhës shqiptare, autostradën e Kaltër si dhe portin e Shëngjinit. Ai bëri të ditur se qeveria kineze do të financojë ndërkohë 10 milion yuan për arsimin, një dhuratë për transformimin e mësimdhënies përmes inovacionit. Ndërkaq, një ditë pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit mes Ministrisë së Energjetikës shqiptare dhe kompanisë kineze Power China, ministri Damian Gjiknuri tha seksionit shqip të radios se ka patur një diskutim shumë intensiv për hidrocentralin e Skavicës dhe një projekt për sektorin e shpërndarjes së energjisë elektrike me fokus luftën ndaj fenomenit të vjedhjes së energjisë nëpërmjet teknologjive dhe aplikacioneve që janë përdorur në vende të tjera. Jemi në rrugë të mbar duke diskutuar dhe presim që ekipet e specialistëve kinez të vinë në Shqipëri dhe të ulëmtojnë nga afër çka do të bëjmë lidhur me zgjidhjet teknike të propozuara dhe më pas do të shohim zgjidhjet ligjore dhe financiare të këtyre projekteve, i tha Gjiknuri radios kineze. Një burim brenda takimit i ka thënë radios se për këtë marrëveshje është punuar për rreth 6 muaj.